Ibadallah, o ju rob të Allahut, fattaqullaha eyyuhan nas, keni frikën Allahut o ju njerëz. Ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa, keni frikën Allahut azza wa jall, mini frikë që në vërtet i takon Allahut azza wa jall. Fattaqwa tajlibu kulla khairin wa tadfa kulla su'in, më të vërtet frika ndaj Allahut sjell çdo të mirë dhe largon çdo të keqe nga ana jote, qoftë në këtë dunja apo në botën tjetër në ahiret. O ju vëllezër, në këtë hutbe me lejen e Allahut azza wa jall, e lut Allahun azza wa jall që Zoti më na dhon kuptim, më na dhon fuqi, më na dhon Allahu azza wa jall të kuptuarit fjalët e tona që i flasmi sipas Kur'anit dhe Sunetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo hutbe do të jetë rëndësia e namazit. Në vërtet është hutbja e dytë që unë e mbaj për këtë temë. Von kjo temë është shumë e rëndësishme. Do të mundohemi me përshkruaj diçka që është e rëndësishme në çështje me lidhjen e namazit. Hadithe, ajete ka të shumta, mirë po na përmbledh dhe do të bëjmë me lejen e Allahut. Ashtu siç ka thënë Allahu azza wa jall, "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Më të vërtetë ti Muhammed përkujto se përkujtimi i bën dobive kujna besimtare, atyre që kanë iman. Unë me juve në këtë hutbe do të jemi vetëm përkujtues njëri tjetrit. Me rikujtu çështën e namazit, rëndësinë e namazit. Me ahmietu salat. A din cila është rëndësia e namazit? Wa ma adraka salat. A din çka do të thonë namazi? O ju vëllezër, gjëja e parë, rëndësia e parë e namazit është kjo الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. Shtyll e dytë prej shtyllave të Islamit, shtyll e dytë prej shtyllave të Islamit dhe mbas shahadetit. Ne e dimi bashkë mirë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar Muadh ibn Jabelin e Yemen dhe i ka thonë ti ke me shku tek një popull që janë pasues të librave, janë jahudi dhe janë krishterë. Dhe ki kujdes, ata kanë dituri, ata e din që ata më thonë Zoti. Pastaj shka i ka këshillu? Ka thonë let jetë thirrja jot e parë, thirrja e parë në Islam, të këtë let jetë për tek ata, dhe thonë në tauhid, në shahadet, pas shahadetit çka ka orë? Ka thonë në qoftë se ata e pranojnë shahadetin, e pranojnë tauhidin, tregoja që janë të obligueshëm i fal 5 kohë namazit. Po e rëndësishëm kohë namazit. Mbas se thu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, e dëshman vetin si musliman, mbas saj na shka vjen? Minjar vjen namazi, as-salat. Është e rëndësishme që është namazi, mbas tauhidit, Allahu azza wa jall po e rëndit kon, na thon namazin. Edhe për shtyllat të Islamit është dëshmia e shahadetit që ata mbas saj na vjen namazi. Dhe kjo na e kuptojmë rëndësinë e namazit sa pas ka vlerë. O ju vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke nejt me sahabët. I ka thirr me gra, me fëmijë, me çdo kon. Ka thonë afrano, edhe ka thonë një fjalë. Ka thonë sallu kama ra'aytumuni usalli. Shikoni mu që jam duke falni edhe ju. A thu për shka i kam ledh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I kam ledh gra, e burr, e fëmijë, e pleq, mi tregu njerëzve rëndësinë e namazit. Falno, mësoni namazin dhe tër jetën e ju mos e lani namazin. Ahmietu thani, rëndësia e dytë e namazit të ju vëllezër është kullu shara'i nazalat ila al-ard illa as-salat. فإن الله أبلغ به النبي عندما أسره بها وعرج به إلى السماء. Rëndësia e dytë e namazit o ju vëllezër është çdo gjë në Islam, shariat të Allahut azza wa jall, për ligjeve të Allahut azza wa jall, ka zbrit në tokë. Çdo sen që ndëgjanin për ligjeve të Allahut ka zbrit në tokë. Përveç namazit i cili Allah azza wa jall e ka ngrit robën e tij mbi 7 çej dhe ja ka bërë të obligueshme namazin. Që kjo është rëndësia e namazit. Për e zgjedh profetin e tij.
prej Mekës Mesjidul Aqsa, prej Mesjidul Aqsa ila sama deri në shtatin qiell. Çka po obligon? Namaz. Po me fal namazin. Po kjo I jep rëndësi. Jo su për ligje tjera Allahu që ka zbrit në tokë, jep zakatin, agjera, bahaj, jo, namazin për ballti, takim me Allahun Azza wa Jall. Kjo është trishtim I zemrës tonë. Jemi të elani amanet të madh për të cilën Allahu e ka ngrit robin e tij. Kish mujt edhe adhurime tjera me ilan, qysh I ka lanë në tokë, po jo, e ka ngrit afër vetit dhe I ka thonë kjo është për ty obligim dhe për popullin tanë, për ummetin tanë. Ahmietu thalitha, rëndësia e tretë e namazit I vëllezër. Innaha al-ibada al-wahida allati tuqarrar yawmiyan. I vetmi adhurim që përsëritet brenda ditës çdo herë është namazi. Gjoma një adhurim që përsëritet çdo herë. Që po ju pyes, gjoma në ibadet. Nuk mundet. Përveç namazi. Namazi, 5 kohë I kemi, përsëritet çdo herë. Ku janë sunetet, ku janë farzet, ku janë vullnetar namazet, 12 rekate vullnetar. Do më shumë të për ibadeteve që përsëritet është namazi. Çka ne jap kanë kuptuar ju vëllezër? Na jap me kuptu rëndësinë e namazit. Nuk është çështja e gare. Njeriu kur I ndëgjon këta hadithe, këta fjalë, duhet me tërheq veten e vet. Tërheqë vretin, do të thonë veten e vet, me çysh I ka punë me shka me namaz. Mos e pyet njeriu çysh I punë me Zotin ton. Pyet njeriu çysh I punë me namaz. Atëherë tregohet se ai çysh ka punë me Allahun Azza wa Jall. O ju vëllezër, ahmietu rabi'a. Rëndësia e katërt. Awwala ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Gjëja e parë, rëndësia e katërt ju vëllezër, rëndësi e katër e namazit, gjëja e parë që njeriu do të mirët në llogari para Zotit në ditën e gjykimit është namazi. Ndëgjën është ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu, in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadata faqad khaba wa khasira. Allah na ruaj. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë që njeriu robi I Allahut llogaritet para Allahut Azza wa Jall është çështja e namazit. Çështja e namazit për veprave të tij. Në qoftë se namazi ka qenë në rregull, ka shpëtu ai. En aflaha wa anjaha. Ka shpëtu ai. Ka shpëtu për çdo krize, për çdo sprove, për çdo dënimi. E në qoftë se namazi ti nuk kanë qenë rregull, vepra e ti, amel, vepra e ti, namazi është. Në qoftë se nuk ka qenë rregull, vepra e ti, çdo vepër tjetër dështon dhe shkatërrohet. Ky hadith është hadith madhështor. Shiko vetën tonë çysh jete me namaz. Nuk mbohen adhurime tjera duke lënë namazin. Nga se gjëja e parë që fillon më të pranu është namazi. Pranohet namazi para Allahut Azza wa Jall, do të pranohen edhe vepra tjera. Mirë po namazin se ki fal, tuk e tak, aty e këtu, apo atëherë gjitha vepra tjera te që I ki bëu prej kushteve të Islamit, gjitha shkatërrohen. Kemi rrugë mohabet me xhamatin tonë. Pse disa xhallaret cekin thonë pa namaz ka këto, çe kum thoni ja kam sqaruar shumë mirë. Kur o tema për let namazit, tregohet haki namazit. Kur o vjen lera e pendimit me afru njerëzit, tërheqën disa fjalë me afru njerëzit. Mirë po këto në këtë hutbe është rëndësia e namazit. Kujdes. Gjëja e parë që llogaritet para Allahut është namazi. E ki fal namazin rregullisht, pranohet haxhi, pranohet zakati, pranohet agjerimi, pranohet krejt. Se ki fal namazin, asnjë vepër tjetër nuk pranohet, në qoftë se nuk e ki namazin. O ju vëllezër, thërni zemrat tona, dëgjani, hapni vesh mirë, pa keq kuptime, namazi, namazi. Dhe gjëja e parë që llogaritet para Allahut është namazi. Nuk e kemi ku me shku pa namaz. Asnjë ibadet tjetër nuk pranohet pa namaz. Çështja e namazit është tek Allahu sa ndihmë e rëndësishme se çdo ibadet tjetër që na e shohim në ligjet e Allahut. Ahmietul khamis.
rëndësia e pestë e namazit. As-salah rasul islam. Namazi është koka e islamit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rasul amri l-islami wa umuduhu as-salah. Koka e gjithë çështjet të islamit dhe shtyllë e saj, domethënë e islamit, është namazi. Subhanallah. Qysh ti da me ndërtu islamin tanë? Tregam qysh da me ndërtu islamin tanë? Kur po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që koka e islamit dhe shtyllë e gjithë e islamit është çështja e namazit. E qysh me ndërtu na islamin? Kur njeriu nuk e fal islamin, kur njeriu nuk e fal namazin, qysh mi thon atij që ai e ka ndërtu islamin e tij? Kur na pedimi që koka e islamit dhe shtyllë e islamit. Ahmiyatu sadis, rëndësia e gjashtë e namazit. As-salatu laka nurun wa najatun wa burhanun. Po be pasha Allah. Namazi për ty o ju vëllezër është dritë, është shpëtim, është dritë, është shpëtim, është burhanun, argument për ty. Wallahi ka me të vyt që kja dritë. Wallahi ka me të vyt që kja shpëtim dhe që kja argument kur del para Allah të azëgja dhe kur të hinë në varë. Kime thonë, ku është drita jame që tash? Ku është shpëtimi jam? Ku janë argumentet e mija? I vetëmi gjë që Allah e përman në furët njeriut është namazi. Tatë unë jam argumenti jote, unë jam drita jote, unë jam shpëtimi jote që tash, unë për ty argumentaj. Subhanallah. Qale Nebiju sallallahu aleyhi wasallam, men hafidha alejha kanët lehu nuran wa burhanan wa najatan jaume l'qiyame. Tatë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kush i ruan 5 kohët e namazit, do të jetë namazi për ta dritë, argument dhe shpëtim në ditën e kiametit. Të lumt na që e falmi namazin dhe mos na bëj Zoti për namaz shpirtin pa namaz. Argument, shpëtim, dritë para Allah azza wa jall, qoftë edhe bërzak, qoftë edhe kur takosh me Allahun. Allah mos na bëj çu shtat pejgamberi, o me lam yuhafidh alejha lam yakun lahu nura wala burhan wala najat wa hushra yawm al-qiyamah ma'a fir'aun. Na'udhu billah. Mos na bëj pyetëve që më smirujt ja 5 kohët e namazit, e kur dolmi para Allahit e shulmi që jemi ngritur me Firaonin. O për te e Firaonin. Allah në rujt, s'ka për ty argument, s'ka shpëtim, s'ka dritë me Firaonin. Allah në rujt, o i vëllezër çështja e namazit është e rëndësishme. Ahmiyatu sabia, rëndësia e 7. Kanat akhiru wasiyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salat. Rëndësia e 7 e namazit o ju vëllezër është gjëja e fundit, porosi e fundit e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte namazi. Dëgjan është ka thot Aliu radiyallahu anhu, qala Ali kana akhiru kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah hatta ja'ala yujaljiluha fi sadri wa ma yafidu biha lisan. Thot Aliu radiyallahu anhu, gjëja e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gjuhës ti, thoshte namazi, deri sa ati gjuhësi i shkon të nalë, të dhonë shpirt, thot gjuha i livet ke, mi po zonë nuk ish, po e kuptash mi duke që ka po ditë në thonë namazi, ka vëtik, të dhonë shpirtin e ti, do i thonë umetit ti, as-salat, namazi. Kjo është rëndësia e namazit o ju vëllezër. Ahmiyatu thamin, rëndësia e 8, as-sababu alladhi yuaddi ila as-saqar, na'udhu billah, wa huwa tarku as-salat. Shkaku më kryesor që njeriu në fut në zjarrin të xhehenamit, mos të keqë. As-saqar, emri po të kallzon, saqar, zi, kurt, na'udhu billah, Allah mos na bëj fitove. Shkaku i parë që njeriu në shtin në këtë zjarr është çështja e namazit, tërku salat, lëndësit namazit, që se fal namazin. Ku e ka lëndësi namazit vendin? Mbane si pas ajetit, Allah mos na bëj pitëve. Lëndësi namazit, ai që se fal namazin vendi ti u sakari, Allah na rujt. Thot Allah azza jall, ma salakakum fi saqar. Çka ju shtyni juve me ardh në zjarr xhenamit, me mukon zjarr xhenamit, cilla ka qenë rruga juve që keni këtu?
Cila ka qenë sebebi, për lypin sebebi, edhe ata në zjarë xhenamit. Po dojnë përgjigje, pse keni këtu? Qalu lam naku min musallin, kemi qenë prej atyre që s'kemi fal namaz. Shiko, o ju vëllezër e mi, o ju xhamat të nderuar, namazi po i rëndësishëm është se falë namazin kemi hi në zjarë, Allah na rujt, mos na bëj tëve. Mi po sipas ajeteve, lanci namazit vendi i tij është sakarri. Allahu na rujt. Ahmiyatu at-tasi'a, rëndësia e nëntë, annaha a'zamu al-ibadat takfiran li dhunub. Rëndësia e nëntë e namazit është që më të vërtet prej adhurimeve më madhështore për fshirjen e mëkateve është namazi. Nuk mundesh me gjendë ndonjë adhurim tjetër madhështor që t'i fshin mëkatën si namazi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ara'aytum law anna nahran bi babikum ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, hal yabqa min daranihi shay?" Qalu la yabqa min daranihi shay. قالوا فذلك مثل صلوات الخمسة يمحو الله بهن الخطايا. سبحان الله. وقال pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: a e vreni sukur para derës jush të jetë një lum dhe ju të hini të pasroni në to 5 herë në ditë, a do të mbetet në trupin e ju ndonjë njoll, fleq në trupin e ju? Gjithë sahabët u përgjigjen duke thënë: jo, o i dërguari i Allahut. Atëherë pejgamberi tha: kështu të shembulli 5 kohëve të namazit, Allahu ju pastron juve prej mëkateve. Subhanallah. Ibadeti më i madh që të pastron prej mëkateve, ibadeti më madhështor që të pastron prej mëkateve është namazi. O ju vëllezër, ahmiyatul ashir, an Allah kataba lana 5 bi fi'lin wal 50 fil ajr. Rëndësia e dhejtë e namazit. Allahu për neve e ka bune vepër 5 kohë. Dëgjani me vëmendje tash. Allah azza xal e ka bu për neve, e ka shënu obligim për neve 5 kohë. Wal 50 fil ajr. 50 namazën e shpërblim i ki. Qysh kuptohet që kja? Na i fami 5 e marrë shpërblimin 50. Rëndësi e mirë dhe e madhe. Forsa, apo është për s'po di çmë për këtë fjalën forsa. Për neve është mundësi e mirë. 5 ku i fal, a mos shpërblimin e ki sot 50 namaze. Qysh kuptohet kja? Në qoftë se në rekatin e parë, ti ke lexuar suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin kështu të mëra. A e dish që i bjen që ti e ke lexuar 50 herë një rekat e ke lexuar. A pse ti vesh një rekat e ke bë, ama 50 herë të shënohet ty. Në qoftë se ke bën një ruku, të shënohet 50 rukua. Në qoftë se ke bën një sejdë, të shënohet 50 sejdë. A dini pse Allahu azza wa jall e ka lënë kështu për ummetin e profetit? Për mi arrit shpërblimet e popullit më hershëm që kanë jetuar me vite të tëra. Nuhi alayhis salam 900 sa vjet, ai tjetri ka jetuar 300 sa vjet, në nxon shpërblimin e tyre. Subhanallah. Mos kujtat që nuk është për asgjë namazit. Për ty namazi gjithçka, është xhennet i kësaj dynja dhe ahiretit. Ni suratul Fatiha, ni subhana rabbil azim, subhana rabbil ala, të shënohet së 50 namaze ti e ki thonë atë fjallë, e merë shpërblimin së 50 namaze. Ahmiyetul hadiyat al ashar. Ndë gjanë altaj u vlezëm me vëmendje. Ja vëllet. Ja vëllet. Isma. Allah si ke khaj. Rëndësia, ndë gjanë me vëmendje këto. Rëndësia e një mëjtë. Rëndësia e një mëjtë e çështës namazit. Dëgjane me vëmend, ma bana që përsëriti. La tutlubu shay'an illa as-salat. Undhur ila Ibrahime. Mos kërko asnjë sen tjetër tek Allahu vetëm se namazin. Dhe shiko Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu as-salat. Subhanallah. Asnjë sen tjetër mos kërko. Ibrahimi me fëmijët e tij, me gruan e tij, midis Saharës, midis shkërtirës, po i thot Zotit, Zot, o Allah, unë jam midis shkërtirës, nuk ka as pemë e as kur gjo heq.
Tokë e cilla nuk qet as pem as kur gjë heq. Dhe jam përpara shtëpisë tënde. Bejtik el Muharram, në dhëmë përpara Qabës. Çka për lyt? Prandaj çash na më kon midis Saharës, mes me pot kur gjë, pe marrin tash vetën on pe marr pe çes në kohën e Ibrahimit. Prandaj shek kisha thon Zot, unë jam përpara Qabës, përpara shtëpisë së Allahut, Zot, unë du pare, unë du këto, unë du devën, e du këto. Ja. A di shka ka lut Allahun? Rabbana li yuqimu s-salah. Zot, pe dim na që s'kemi kur gjë heq. Midis shkërtirës, Zot, bëj këta që me fal namaz. Pa kërkan namazin. O ju vëllezër, kjo është rëndësia e namazit. Asnjë sen më s'kërka. Kur e ki namazin, do të vjen shëndeti, do të vjen bereqeti, do të vinë çdo të mirë që ti e dëshiron kur e ki namazin. O ju vëllezër, as-salatu tuberri'uka min shay'aini wa huma an-nar wan-nifaq. Më të vërtet, rëndësia e namazit është e vëllezër dhe kjo që namazit ty të largan prej dy çështjeve më kryesore që njeriu ka frikë më së shumti. Besimtari është të largan prej zjarrit dhe prej nifakit, prej munafiqllokut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men salla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku al-takbirat al-ula kutibat lahu bara'atun min an-nar wa bara'atun min an-nifaq. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush fal 40 ditë por Allahun azza wa jall, i fal 40 namaze me xhamat, thot dhe nxan tekbirin fillestar, thot ju shënohet për ato që ajo është largu për dy sendeve, thot është largu për zjarrit xhenamit dhe është largu për nifakit ti. Dhe këto e jep vetëm namazi, dhe kjo është rëndësia e namazit. O ju vëllezër, rëndësi e namazit du me të regu vetëm një tregim për rëndësin e namazit. Mas pari për lexan në gjuhën arabe shkurt, pastaj e zgjanaj në gjuhën shqipe më shumë. Ba'da an faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati dhati ar-riqa' nazala ma'a ashabihi makanan fihi فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه يتناوبون الحراسة بالليل فقام عباد يصلي فأتى رجل من المشركين فرماه بسهم فأصابه ولا يترك الصلاة. سبحان الله. O ju vëllezër, dëgjoni këtë tregim, rëndësinë e namazit. Pas sahabët me një betejë të luftës të shumë të ashpër, ju largu për asaj beteje dhe i kanë zonë nata. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lënë dy sahabët që ju ka orë rradha atyve me ru natën, me ru ushtrinë muslimane. Kanë qenë dy sahabi që kanë rujt ushtrinë muslimane dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta dy që kanë rujt ushtrinë muslimane, njëri prej tyre thotë fleti unë fali namaz natë, ka i në namaz. Pas se ka i në namaz, kanë ardhur mushrikët, ju na fru afër ushtrijës, kanë gjumë me shigjeta në trupin e ti. Shigjetën e parë ju kanë gull, ja dhe kanë gull në trupin, gjoksin e ti, se ka prish namazin. Shigjetën e dytë nuk e ka prish namazin. Shigjetën e tretë nuk i ka prish namazin. Ky sahabi duke qenë namaz, as shumë duke ndu konan, tu i dhanë rëndësi namazit, nuk e ka prit në trupin e ti shka të ndu. Ka dhanë ruku, për ruku së që të ranë në sejde ka prit atë sahabijun. Edhe ma nuk ka mujt me deportu, da ma thonë me qëndru ma shumë, dhe se ka thonë zhau, kër e ka pa këtë sahabi, i ka thirë edhe ushtrin tjerë, dhe shpejt e kanë ka këtë sahabi, e ma pas i kanë thonë, po pse më rëtis na i të regu, kur momentet e parat kanë godit shëgjetat me na të regu, ka thonë, ashtë shumë që jënë ka një koncentru në namaz dhe në ajete, se ku mditi shka të ndonë në trupin temë. Subhanallah, rëndësia e namazit të i vëllezër. Para mëndaj, rëndësia e namazit. Sa të neve me bu me nasiv mend apo dishka na kete lau namazet dalmi. Para mëndaj, pis largë, nashta 100 metra kanë gjujt me shigjet, ju kanë gull në trupin e ti, edhe se ka një ashtë shumë që i ka dhonë rëndësi namazit. O ju vëllezër, e losë Allah në azë gjelë që Zotin me nabu për atyre që në vërtet jadimi vlerën dhe rëndësin e namazit dhe ku do që t'jemi, dhe ku do që t'shkojmë, dhe ku do që t'qëndrojmë, ta falmi namazin, dhe kë që na e bojmë këtë vepër, e shpëtojmë vetën tonë, i japim dritë vetën tonë, i japim argument për vetën tonë dhe kemi shpëtimin e ditën e gjykimit bi haulihi wa quwwatihi.